Përshëndetje të dashur miq, dhe mirë se erdhët. Përsëri jemi sot së bashku edhe për një tjetër recetë. Po na afron festa e Bajramit dhe kërkesat më të mëdha janë për receta të ndryshme të ëmbëlsirave. Por fillimisht dua t'ju kërkoj ndjes pak për zërin tim gjatë kësaj videoje, pasi jam pak e sëmur. Pa humbur kohë tani vazhdojmë me përgatitjen e recetës. Një nga kërkesat më të mëdha që i kisha nga ju është që të përgatisim një ëmbëlsirë Snickers. Por unë zgjidha që ta bëjmë bashkë sot ëmbëlsirën cheesecake Snickers. Pa pjekje, nuk ju merr më shumë se 10 minuta kohë në kuzhinë dhe është ideale për festa të ndryshme. Fillimisht, në një enë më të madhe dhe më të thellë si bazë për këtë ëmbëlsirë, kemi nevojë për biskota të bluara. Në total do të përdorim 300 gram biskota. Që biskotat na lidhen, duhet që të shtojmë brenda gjalp. Për 300 gram biskota të bluara, do të shtojmë 125 gram gjalp. Mund përdorni edhe margarinën, por me gjalp cheesecake-u bëhet më i mirë. Me ndihmën e një luge përziejmë derisa biskotat na bëhen bashkë me gjalpin. Tani marrim një tepsi ku do ta shërbejmë ëmbëlsirën dhe vendosim kështu një hark për t'ia dhënë formën. Nëse nuk keni si kjo që po e përdor unë, lirisht mund ta bëni në një tepsi në formë katrore, por edhe në formë rrumbullake. Vazhdojmë tani që brenda në tepsi t'i shtojmë biskotat, cilët i përgatitëm, dhe pastaj me ndihmën e duarve dhe të kishtave ta shtypim dhe t'ja japim formën e tepsisë. Pasi e shtypim mirë dhe ja japim formën e tepsisë, pjesën e biskotave e largojmë anësh, vazhdojmë që ta përgatisim kremin. Zakonisht kur përgatisim cheesecake, është shumë e rëndësishme që të zgjedhni cilëtet, sidomos kremin e djathit, sepse kremi i djathit është ai që bën cheesecake-un edhe në shije, edhe në pamje, por edhe të qëndron kremi i fortë. Unë preferoj që ta përdor krem djathin e Pinar, këtë lloj labne. E gjeni në të gjitha supermarketet më të mëdha. Dhe tani, ndërkohë që biskotat pushojnë, vazhdojmë që ta përgatisim kremin e cheesecake-ut. Fillimisht tek ena ku do të gatuajmë, do të shtojmë 400 ml krem, pana për ëmbëlsira ose hoplla. Tani tek kremi pana shtojmë 5 deri në 6 lugë gjelle sheqer klor, varësisht sa e doni ëmbël. Unë po i shtoj 5 lugë gjelle. Tani vazhdojmë që ta përzijem një herë, vetëm kremin pana me sheqer pluhurin, derisa të formohet një krem i trash, dikom për 3-4 minuta në shpejtësinë maksimale. Pra kremi pana është trahur mirë, derisa është bërë kështu një krem i fortë, i cili nuk lëviz. Dhe për ta bërë shijen tani tamam të Snickersit, kemi nevojë për krem kikiriku. Kjo është lloji që unë po e përdor dhe në total do të shtojmë 2 lugë gjelle tek kremi pana. Dhe tani vazhdojmë që ta shtojmë edhe krem djathin. Krem djathi do të shtojmë një paketim 750 gram. Vazhdojmë përzijejmë edhe një herë me mikser, derisa të gjitha kremat brenda të bëhen bashkë dhe të lidhen. Dhe kremin e kemi gati. Pra vetëm shikone se çfarë kremi i mirë dhe i trash që ka dalë dhe nuk bie edhe nga luga, edhe pse nuk është ftofur ende. Vazhdojmë tani që kremin e përgatitur ta shtrojmë sipër biskotave. Në kremin e përgatitur do ta shtrojmë sipër biskotave, por me kujdes, duke shtypur mirë që të ngjitet mirë me biskotat. Dhe gati, e vendosim në frigorifer që të ftofet, ndërkohë që ne përgatisim edhe çokoladën sipër. Në blender kam shtuar 100 gram kikirika dhe do të vazhdoj që t'i bluaj. Mund të përdorni kikirika të kripura, mund të përdorni edhe të pa kripura. Mua më pëlqen që te Snickers ëmbëlsira t'i përdor të kripura.
kështu më duket më e shijshme. Për ta dekoruar sipër ëmbëlsirën, do të përdorim 150 gram çokoladë. Unë zakonisht preferoj që të përdor çokoladë të qumshtit, sepse i jep shije më të mirë. Për ta shkrirë çokoladën sipër, gjithmonë i shtoj pak krem pana. 100 ml krem pana që më kanë mbetur nga paketimi që shtuam më herët tek kremi, e shtojmë tani sipër çokoladës. E vendosim tani në zjarr mesatar, duke e përzier pa ndërprer derisa çokolada të shkrihet. Dhe pasi çokolada shkrihet tërësisht, vazhdojmë që këtu tani të shtojmë nga kikirikat e bluara. Dhe gjithë shka që duhet bëjmë tani është presim që ëmbëlsira të ftofet. Gjithë e dim se cheesecake-u duhet që të ftofet një kohë pak më të gjatë se sa ëmbëlsirat e tjera. Zakonisht unë e përgatis në mbrëmje që ditën e nesërme ta kem të gatshme. Pra dikon 8 deri në 10 orë në frigorifer është ideale. Por nëse jeni për ngut, atëherë duhet më spaku që ta mbani në frigorifer për 4 deri në 6 orë.